14 tetor, ngrihuni për vendin tuaj. Raportimi drejt. Presidenti Trump vlerësoi median partijake në udhëtimin me aeroplanin Air Force One gjatë kthimit nga lindja mesme. Ai ishte i kënaqur nga shtypi amerikan, që në fakt e mbuloi armëpushimin në Gaza në një mënyrë të drejtë. Pyetja është: a do të vazhdoj ulja e tensionit në media? Përgjigjja është jo, nuk do të vazhdoj. Media e krahut majt ka investuar shumë në dëmtimin e Donald Trump që të ndalojë ndonjëherë sulmet. Shumica e krerëve të medias janë liberal të deklaruar dhe do të vazhdojnë ta urrejnë presidentin Trump. Megjithatë, po ndodh një farë vetruajtje. Unë kam besim plot se gazetarëve talenteve të CNN-it këtë radio tha që mos kritikoni Trump gjatë historisë së lirimit pengjeve. Edhe një fanatike si afrikan-amerikania Abby Phillip u tërhoq duke sugjeruar që presidenti Obama t'i jepte disa merita zotit Trump, që në fakt Obama nuk e bëri. Mbani mend, urrejtja ndaj Trump shkon vetëm deri diku. Pagat e mëdha që marrin gazetarët e CNN-it ja kalojnë politikës. Sërisht sulmet ndaj presidentit Trump do të shtohen. Do thonë që ICE është Gestapo, Comey është viktim, por të paktën Donald Trump u lehtësua pak nga kjo. Në fakt, dua të sqaroj që nuk është nënshkruar në një paqe, por thjesht armëpushim që mund të çojë potencialisht tek paqja. Ka neguar shumë Erdogan, i cili ka kërcënuar nëse Netanyahu vjen në takimin e Egjiptit, unë nuk vi. Plus dhe forca tjera diplomatike dhe Netanyahu, i cilësuar si kriminal lufte me gjenocidin e ushtruar, nuk ishte në tryezë. Ajo që duhet t'i rikthejë një herë është artikulli shpotitës i Washington Examiner duke e cilësuar kryeministrin shqiptar si Noriega. Natyrisht që mua nuk më vjen mirë që kryeministri i vendit tim të krahasohet me një trafikant, një anti-amerikan, me dikë që Amerika ndërhyri e arrestoi dhe burgosi. Washington Examiner përfaqëson mendimin konservator djathtë amerikan, kontrollohet nga Heritage Foundation, pra paraqet deri diku platformën e administratës së Trump. Në 2 tetor unë kam pasur një koment duke thënë që Rama si Noriega. Dikush dhe mund të ketë qeshur. Krahu tjetër, sepse krahu që është nga krahu i traditës, nacionalizmit, pra kundër krimeve të komunizmit, beson. Dhe tani kur një gazet amerikane, në fakt është revistë mujore, por portali është i përditshëm, por aty në atë artikull është Rama si Noriega apo si Erdogan, both, të dyja. Ne na intereson rasti i parë, sepse Erdogan ende vazhdon auto. Kur i veshur si klon, me një mjekër që nuk ka asgjë perëndimore, ti përfiton se votat e vjetra që merr nga shqiptarët të dërgojnë ato tryeza. Kandili jot ka kohë që është shuar. Se kështu si gjysmë autokrat, për fundit Erdogan, siç është dhe Orban, kanë bërë shumë për vendin e tyre. Rama jo. Rama mbeti duke puthur duart e plakave si Ursula që vin nga Europa. Dinjiteti thuajse i shkatruar. Trump duket se e paskër ka parë videon tallse të liderit global Surrelit ku Macroni qeshej. Ndaj ka qenë shumë i egër dhe shpotitës ndaj tij nga ata që kanë lexuar bisedën e nëpërmjet buzëve, duket që pse ma bëre këtë, do të shikosh do të bëj. Imagjinoni se do të ngjas me
personin të cilin media e djathtë amerikane e cilëson si Noriega. Ai ka qenë me fat sepse përmes Arben Rakipit ka kontrolluar Dumanin dhe kanë luajtur kartën sikur çdo gjë ndaj Berishës, ndaj opozitës kërkohet nga Amerika. Dhe ka mbrojtur në mënyrë të pacip, të turpshme, korrupsionin skajor të Edwin Ramës. Dumani do të ikë. Nuk e di personi kush do të jetë ai që do të vijë, janë 4 kandidatura, por këtë radhë loja ka ndryshuar. Nuk mund të shesin me kartën e Amerikës luftën politike. Arrestimet e Dumanit për krimin kanë ardhur nga telefonatat dhe nga njoftimet nga agjencitë e inteligjencës të vendeve të huaja. Dënimet politike, Dumani në lidhje me Rakipin i kanë bërë në funksion të Ramës. Është fakt. Mos shpenzoni kohë me gjëra anësore, nuk ka dosje me Ganigal të Dumani, sepse unë nuk besoj se Ministria e Drejtësisë e Ramës e ka kërkuar, sepse kështu duhet ndodh. Dosja është këtu, në Washington. Janë 2 gjyqe, një në New York, një në Washington, dhe dosja nuk kam thënë është 8.000 faqe. Edi Rama është i përgjuar disa herë. Në listën e armiqve të zotit Ram, me Ganigal është tek ajo 10 që e parë. Mbas akt pasdis për ish drejtorin e FBI, për prokuroren e përgjithshme të New Yorkut, do të zbritet tek Shorosh, me Ganigal, do të shkojte ish drejtori i CIA-s, ish kreu inteligjencës kombëtare, Clapper, pra orientimet janë sakta. Trump po ndryshon tërësisht departamentin e drejtësisë. Nuk është më ajo pavarësi që ka qenë më parë, kur vendoseshin njerëz me integritet, ndaj të cilëve nuk ndërhynte kush. Trump ka një mesazh që në vend ta dërgonte si mesazh, e ndori në median sociale dhe kjo doli nga Wall Street Journal, ishte një gabim ku ai me pika e thotë arresto këtë bandit. Por si bandi, si Kashif Patel, do të kenë probleme më pas, sepse kutia e Pandorës është hapur. Natyrisht që Trump është në ofensiv, kontrollon gjithë diskursin politik amerikan, kontrollon Senatin, kontrollon Kongresin, dhe ajo që thash në fillim, edhe media e majt është për ullur për para ti. Disa gjyqet fituara nga ai, dhe rënja e shikuesve, pra do të thotë rënjet miliardëve dollarëve, ka bërë që edhe këto media ultra radikale të majta të kenë një tulati ndaj forcës së Trump. Natyrisht që ekonomia ajo është që vendos për zgjedhjet e midtermit, sepse këtu ne votuam për problemet brenda Amerikës, kryesisht për ekonominë. Është shumë i suksesshëm në mbylljen e kufirit jugor, por problemi është që nëse se nuk kalon më ilegal, thuajse është mbyllur, nuk është ndaluar asnjë kilogram nga drogat që hynë nga Meksika. Pra problemi i karteleve është kthyer në problem të sigurisë kombëtare. Ndaja i ka asgjësuar disa barka në Venezuelë, në ujëra ndërkombëtare dhe ka shkelur ligj ndërkombëtar, siç thonë, ka kërcënuar Meksikën dhe nuk është rastësi që Washington Examiner e cilëson Ramën si Noriega. Është shumë e rëndë. Askush nga liderët autokratës e gjysmë autokrat nuk ka marrë këtë epitet nga media djathtë amerikane. Natyrisht që Michael Rubin është një person që ka informacione. Ai përmend dhe Yuri Kim, që ka marrë dhurata, bakshish. Dhe në Amerikë dihet që çdo kush që shkruan përballë me gjyqje me akuza për shpifje nuk është aq e thjeshtë nëse s'ke fakte dhe dokumente. Rama u arvot shumë tek një artikull tek Fox News Digital, që duhet të them që nuk është pro Trumpit Fox News në portal. Vetëm disa emisione kryesore janë me të, sepse pronari është Murdoch, ai e urren Trumpin. Dhe u mundua shumë Rama ta bllokonte, ta hiqte në gjyq pa sukses. Rama fillon dimrin e vetmis madhe.
ai reagim ndaj Macronit, qofse ka qenë për talljen e Azerbajxhanit Surelit, tregon që Trump nuk fal askënd. Ma ka thënë ambasadori Bolton, i cili këtë javë mund përballet me akt akuzë për materialet sekrete që ka përdorur, edhe pse ai më tha që ata nuk kanë ndonjë case, por sidoqoftë, trysnia e madhe bën që miliona dollar të shpenzohen për avokatët. Trump kërkon t'i vejë në defense të gjithë ata që e kundërshtojnë, që tallen, që qeshin, që vënë në diskutim nivelin e tij mendor, nivelin e tij për të bërë politik, mungesën e njohjes të historisë, për fundit është një lloj tjetër politike. Trump, siç më thoshte Bolton, nuk bën politik ashtu si ne e konceptojmë të bërit politik. Trump më shumë shikon për lidhje dypalçe miqësore njerëzish se sa institucionet. Një merit i duhet dhënë për armëpushimin në Gaza. Ideja është që ishin arabët që përpiluan të gjithë këtë plan me 20 pika, nuk ishte zoti Trump, ju afrua donit të madh me të vetëm kërkesë gjynjëzon Netanyahu, sepse Amerika është vetëm një aleat i Izraelit për momentin, mbas genocidit të madh të kryer ndaj palestinezëve. Nuk justifikoi rastjet e masakrës Hamasit, por është më e tmerrshme ai genocid i kryer nga Netanyahu. Plani i Trump për Gazën, si ju e mbani mend, ka qenë tërësisht ndryshe. Tani Katari, vendet arabe, mbështetur nga Turqia, luajnë rolin kryesor. Janë miliardet e miliardet dollar investime që kalojnë te firmat e Kushnerit dhe premtimi i investimeve të mëdha. Trump përsëri tha që kanë ardhur 18 trilion investime, në fakt janë premtuar 17 trilion, kanë hyrë 1 trilion, potencialisht mund të ndodh, po kjo është mënyra se si Trump flet. Jo se nuk e di realitetin, ndaj miku i Focus, Bill O'Reilly më ka thënë, mos dëgjo çfarë thot Trump, mos lexo çfarë shkruan, shiko çfarë bën. Dhe ai ka drejt. Natyrisht që Trump vitin tjetër do të jetë 80 vjeçar, nuk e ka më atë energji, atë forcë, por nga pas ka një staf të madh. Projekti 2025. Ajo që unë e theksoj kundër revolucioni i zotit Trump, ndaj revolucionit të majt, wokizm, DA, antifamilje, antitradit. Thank you, Mr. Trump. Dje, për herë të parë, u rikthye Columbus Day, si fest, si hero, si personi që zbuloi këtë botë madhe, e jo se si e quante e majtë amerikane, kriminal, vrasës, natyrisht çdo njeri ka drejthijet e tij. Por nuk mund t'i heqësh Kolombin, historisë së Amerikës. Nuk mund të bësh leksione marksiste në Pentagon, siç ka ndodhur në kohën e Bidenit dhe Blinkenit. Nuk mund të nëpërkëmbësh të bardhët që janë të aftë duke favorizuar në mënyrë pa drejtë Yuri Kimsat and Company, sepse vinë nga minoranca, janë afrikan-amerikan, LGBT, me Trump kjo ka marrë fund. Edhe një herë u kujtoj, në 2 tetor kam theksuar Rama si Noriega. Tash me një gazetë me emër Washington Examiner, vjen të kjo ide e hedhur nga ne. Më vjen keq që kryeministri im i vendit tim të krahasohet me një diktator dhe me një fund të tmerrshëm si ai. Por ka kaluar çdo cak. Dhe shqiptarët nuk mund dhe nuk duhet ta durojnë më këtë sundim vijshmëritë të asaj partie që ka vrarë me mira, ka burgosur me qindra mijë vite burg dhe internime, dhe një njeri që si klaun turpron vendin e shqiponjave, një njeri që put duart e plakave të akuzuar për pagesa, ndërkohë që agjenci thonë që Shqipërisi duhen 64 vite të plotësoj kushtet të hyjë në BE. E sa kaq, BE-ja mbase mund të mos ekzistojë në ato kohë. Ju falenderoj.
kudo në Shqipëri,